Nostalgjik nga njerë për atë momentet që i kanë pas në shpe, atë kuën që i kanë kalu, sa të që kanë pas edhe gjonat mira dhe të këshia. A ishe këthy prap me njëtin përjetim edhe a kështë ndryshu diçka të mrejsa? Nuk ish pas kuptim me u këthy, por që pyetja që mbot është ta kështë hi edhe sot me mend sotit kësha hi. E për naj verzion tjetër, naj pozit tjetër, si opinioniste, se të ke qenë edhe në Big Talk, i ke moderu Big Talk dyshin. Po, në Big Talk nuk është që e kom pas naj farë pozite ku kom pas, që me thonë, ishtë prej mendime. Kom folja, dhe nashtu hapën. Ndonë se pyetjet i kom jo mënu me i bo sa ma konstruktive edhe të detajizuara. Opinioniste? Opinioniste, në është ta kisha hi, po diqysh nisan që e kom vrejt për vetin, është që nuk jam shumë populiste, apo kuptan? Do më tonë, menimet e mija nuk është që i përshtatën shumicës, edhe për që ta arsye e vrejt që ka njerë këm edhe komente negative që i marë në rretës sociale, tani me hi edhe opinioniste, veç kur të më krydzojnë, adën. Ma që duhet me qenë populist, për me qenë edhe opinionist, që përshtat ka. Menoj që duhet me pas që ato, të pak të që kena pa deri tash, ndonë se ka pas në për Big Brotherat të tjerë persona që nuk jonë konë populist, edhe që jonë konë shumë nice, po tani si jonë thirë mu. Po. S'po di. Unë i kom të pyetje që dëna gjithë të kisha... Letëndojme pak edhe tek opinioniste, sepse Tazëm Vullneti pa deklarua, diku që si pas ti duhet me qenë dikush që ka përjetu shtëpi. Për me ditë paka shumë edhe me dhonë mendimin, opinionin e ti, se që ka pëndodhë në dinamikat gjatë prajmet. E she vetën, ose me ndonë që një ditë do t'jesh opinioniste, apo ndoshta do t'jesh edhe në këtë edicion? Me shumë qefën e kisha pranu. Se jo. Menoj që kam shumë me ofru. Po, do unë që ki, ama vesh një pyetje të na me bo, a ka pas e moment gjatë edicioneve tjera kur s'ke qenë ti që kështë thonë, o zët isha konën e qatë. Ose naj personash, ose ishe dasht me të shumë, ose ishe ajde që është non-stopper sikur ajo, sikur Gjylaç thotë, mos i beso, a vedin e këshyrë prej jashtit, edhe ti e din se e konë qatë situatë, edhe din që jonë ka dojnë me abo një muçk, edhe dojnë me një muç ati personi, po nuk më në shkurqysh, kështu që po ka pas shumë situata. Shënaj personazh ta ka marrë zemrën gjatë edicioneve të tjera? Zemrën gjatë edicioneve të tjera? Fundit, për shembull. Ose që ke qenë pak që ke bo tifo për ta, ose që ke mbështet ma shumë se të tjerët? Ndonë se personi është këtu momentalisht Vullneti. Jo my të përmen intervista. 3 intervista jo më dalë ketë për që më dalë bibikot, edhe Vullnetin e kom përmen 2 herë. Edhe, po, menoj që Vullneti u konë një prej atyne personazheve që e ka pas simpatin të emë. Qa ka bo atë veçantë për ty Vullnetin? Sepse Vullneti ka qenë, po më duket, simpatin tonë e ka pas edhe të ekipit tonë Vullneti. Edhe këto kemi përkraj, kemi mbështet Vullnetin gjatë kohë sa ka qëndru në Big. Jo vetëm se kemi kolegë, sepse nuk kemi pas kontakt në baza editore me të, po thjesht nga ka pëlqyer mënyra se si ajo është shpreh dhe qysh nuk ka hezitu për mi thonë mendimet dhe kritikat e tij. Po që kjo është se paka shumë diqysh edhe e shisha vetën, që ashtu në loj, po mënej, tipit i njerit, mu do ke që paka shumë jena në qatë vibe që nëse ishëm konë bashkë, ose ishëm bu best friends, ose ishëm përloa prietësisht. Të Vullneti më ka pëlqy guximi me qenë vetvetja dhe me folë që ato që e menan. Pa marë parasysh që nështë ta masi ishtë doalë prej bigot në shumë... Ka mujtë edhe mu penalizu në shumë sene, për shumë për menimet e ti që i ka pas që është i politike të tjere të tjerë, edhe që kjo u konë. Më pëlqej njerëzit që janë vetvetja, pa marë parasysh. Unë i kam edhe 2 pyetje, po një dëna është jashtë Big Brother. Shumë, desha me thënë shumë banor, sidomos nga edicioni i parë, një farforme janë zhduk nga ekrani, ose edhe nuk i ka pranu audiencë. Qysh ke arrit me mbajt edhe me qenë hala e preferume e publikut, po them, edhe aja shohin hajrin gjithë Big Brother, varësisht prej situatave që shbajnë masë. E kemi pa që plot ish banor, nuk din me shfrytzu famën që e marrin në Big Brother, nuk din me këthy në diçka tjetër, në një profesion po them të moderatorës, ose edhe nuk janë ka një rast falenderus nga shtëpia që i kanë zirë, po them super të famshëm. E kemi pa kur i thrasim nga njëherë dhe këtu, ose nështë edhe në emision hezitojnë me ardhë, në shpin ku veç ka njës fama atyne, po them. Po, menoj që është zgjedhje personale,